Qa bëjnë 4 nënkryetare dy përveç të pasur titullit. Po të ndikim logjikën me cilën është hartuar kjo listë, do të shikosh që 2/3 e listës, domethënë themi 12 nga 20, 6% e listës janë personazhe të reja. Dhe vetëm 8 nga 20 janë pjesë e vjetër. Që do të thotë hipotetikisht do të shkosh me gjithë logjik, që do duhet që dhe në nivelet më të larta drejtues, të ketë një riciklim të figurave. Sigurisht që për çështje vijimësie, partia është detyruar të ruajë në pozicione të kyçe të paktën një vijimësi institucionale. Mund mos jetë Flamuri, po duhet të jetë Gazi. Njerëz që e njohin pozicionin e sekretarit përgjithshëm. Pozicioni i sekretarit përgjithshëm është nëse ka një pozicion kyç në parti sekretarit përgjithshëm, ai është që organizon partinë. Pjesa tjetër është pjesë politike. Pjesë organizative ka sekretari përgjithshëm dhe nuk mund të vijë një njerëz që nuk e ka njohur partinë në çdo hall të saj. Nënkryetarët pastaj janë më shumë shpërblime politike. Sepse nënkryetarët realisht nuk kanë funksione reale, kanë funksione të deleguara, aty që duan në mbasere, dhe janë pozicione që jepen përgjithsisht për të shpërblyer ose për të dhënë mundësinë që ti të vazhdosh të jesh në nivelet drejtuese të partisë. Ajo që unë shpresoj... Kush është? Çfarë shpreson? Është që të paktën 1 nga 4 nënkryetare të fillojë të jetë jo vetëm femër, por dhe figurë e re. Figurë e re? Po. Pra ti s'do doje një Jorida Tabaku për shembull nënkryetare e partie? Ajo duhet kryetare, po. Si kryetare, Plogert? Po Jorida nuk duhet pranoj nënkryetare. Po të më pyeste mua, se unë jam vetëm te riformatimi i perceptimit Partisë Demokratike, se në thelb atë e drejton një njeriu, që është Sali Berisha thua ti? Patjetër, dhe ashtu duhet jetë. Por në qoftë se bëhet fjalë për një rivizatim imazhi, një lloj rishpikje e vetvetes, këta duhet të jenë figura që ai t'i vërin rreshtit parë dhe të krijote perceptimi dhe me ambicien e tyre, këta mund të ngjiten dhe mund të shëmbin vjetrën. Po nuk mund të thuash Jorida Tabaku nënkryetare. Jorida Tabaku është njëri që ka patur si pozicion, po aty nuk do ishte. Nënkryetari është për njerëz që s'kan vota. Agroni, Gazi, këto njerëzit pa vota, ju lejnë një nënkryetar se duan se kanë bërë një nder dikur që kanë sjellë sa deputet. Pse thua Agroni Bardhi? Gjekmarkaj doli mirë, po themi në Doli Gjingjoni mirë, jo Gjekmark. Mund ta thotë dhe Gjini vet, por jo live. Gjekmarkaj është profesor i nderuar dhe kaq. Po studentët kam dilemën nëse do e votonin apo jo. Ndërsa Gjingjoni po, duam s'duam ne, ka stilin e tij të bërit fushat, ka ditur, i ka organizuar, ka mbledh vota, bravo i qoftë. Jorida, Zonja Tabaku, bravo i qoftë. Një njeri që merr vota nuk mund të jetë nënkryetar njeri kocat. Më mirë mos e vër fare, lëre deputete atje dhe e ke ndëruar. Kështu mendon ti, Flogert, vërtet? Pse ashtu është? Jo, po thjesht për ta kuptuar, ashtu është Gazi. Cinike siç je ti zakonisht. Gazi dhe Zoti Bardhi dhe Zoti Gjekmarkaj, për të qenë korrekt dhe etik. Janë emruar aty, kanë ardhur, janë futur nënkryetar deri tani, e kupton? Tani më thua do ti mua si mund ta vendosësh kryetar një njeri që nuk ka as vota dhe që deri dje i thoshte Shkëlzenit që me lekët e shqiptarëve flet 13.000 euro nata në New York. Si mund ta vendosësh kryetar? Ose Gazin që thot babai i Gërdecit. Nuk vendoset pra vendoset si koncesion politik. Mirë pra, ata e kanë bërë atë, të dyja palët kanë bërë koncesionin e tyre politike në këtë histori. Zonja Tabaku nuk ka asnjë koncesion politik për të bërë që të bëhet nënkryetar, nuk i duhet. Ka marrë votat dhe ajo du të synoj lart. Ajo dhe zoti... I ka shfrytzuar Tabaku, thua gjatë kësaj kohe këtë që ti quan pra fitoren e saj që ka marrë votat, se një njeri me shumë vota, si do duhet sillej gjatë kësaj kohe në parti? Fatkesisht ajo... Të fliste si njeriu që ka gjitha ato vota mbi kurizë. Ajo fatkesisht po sillet si njeriu që njohet në Gjermani, po ja prezanton doktorit. Zgjedhja e saj nuk këshillohemi për më shumë. Doktori Elmar Bruk nuk ja prezanton dot njëri doktorit, sepse Elmar Bruk ka një jetë që një, Peter Bayer ka një jetë që një. Megjithatë, ajo pjesa më e vështirë e kësaj do jetë ajo që do ndodh javën e kaluar, që do mblidhen për të votuar dhe do jetë ky akti balancues midis mbajtjes besnikëve dhe kësaj nevojës për të rifreskuar imazhin. Nga ajo që unë di është që të gjithë janë të prekshëm përveç Flamur Nokës dhe Gazbardit tek kjo
rikonfigurimi. Të prekësh flamurin e kam shumë se të vret Zoti. Domethënë doktorit në ditën kur ka qenë fillikat, po jo për vetëm flamurin ka patur krah. Është vazhdimësia institucionale Edhe ajo, po e para një herë për të dhënë mesazhin që ore prit se ai që qëndron në kran, nëse doktori lëshon flamurin. Mirë, vjen një moment, më fal Flogert, ka një moment kur edhe shpërblimi merr fund, pra në kuptimin që deri ka fat. Ka një, apo kjo është vazhdimësi, vazhdon pa fund. Jo, nuk harrohen ca raste kur jenë zgrip keq fare dhe ke vetëm një kran. Ela ka dhe diçka se ne paktën e kemi Jo, Berisha këtë i respekton. Përveç asaj, po momenti më i delikat nuk është kur bëhet lista. Momenti më delikat është kur mbyllet lista, bëhet votimi, dalin dhe personat që janë zgjedhur, pastaj duhet shohësh kush do mbetet i pakënaqur edhe si të menaxhosh pakënaqësinë për të shkuar pastaj tek betejë me kundërshtarin. Dhe kjo është ekuilibri që qeveri do të bëjë ministri. Nëse emri të futet pa të pyetur, pra nuk je pyetur më përpara, a do të kandidosh për kryesi apo s'do të kandidosh? Nuk besoj se ndodh si në rastin e asamblesë së Ramës, që surprizohen të gjithë, po nuk është